me Trump në gjithë gjithçka. Në fillim, sot ju thash që Lubia po tallet me Palloshin. Gjoana e qau në Tiranë, milionet ja qanë njerëz të Palloshit këtu. Rama ja lërmuar ka gjasa që në 18 nëntor do të vinë Manhattan, tek hoteli që e presin me bujë, sepse milionat nga Lubia po pastrohen nga njerëzit që Palloshi quan dhe njerëzit e tij, që mund të ketë qenë njerëzit e nanës, por tani dalë kërkëshin, që janë njerëzit e Lubis. Lubia është si hena, po e kërcënon, të më fjalën për fjalorin. Enver Hoxha ka pasur drejt kur i ka thënë uti gjyshit asaj që përsëri kur ka i fali për fjalorin. Prit një minutë të dëgjoj një fjalë atij, po e them prostitutës shqip, po e zbus, se po më kërcënon në mesazhe. Nuk ka pasur kur Berisha fjalor tillë me Bashën, edhe pse ishte personi që i futet thikën, personi nga ku nisin në ngrata ndaj Berishës. Nuk i tha askur fjalë të ordinere, a kuptoni se kush i qeverisë, shikoni mesazhet, si are me sultanësh. Dhe ku ka tym ka zjarë, Dumani, pranoj që edhe ndaj Ramës mund të ketë ndjekje penale. Në qoftë se ka prova, pranoj se janë kërkuar flet porosi për dosjen me Ganigëll. Ju dukeshin sikur po ju gënjeja. 8.000 faqe. Neza bëhet në për Tiranë. I bën presion Ramës, kërkon ta lidh me Metën. Palloshi është në hall të madh. Ndaj edhe pse kombi është i zëmëruar për kostën e lartë të jetës, e majta nuk ka zgjidhje. Kalifornia drejtohet tërësisht nga demokratët dhe është rrethuar nga miliarda borxhe dhe probleme sociale, si mungesa e strehimit janë të mëdha. Zgjidhja e problemeve është gjithashtu e mbi ngarkuar nga ngjarjet ideologjike. Kompromisi, dikur një shenjtallues e SBA-s, është pothuajse vjetruar. Sistemi politik i Amerikës është në telashe të mëdha. Mediat sociale dhe korrupsioni te korporatat luajnë një rol të madh në gjithë këtë, pasi ata që janë zgjedhur për të përmirësuar gjërat torturohen brutalisht në gjykatën e opinionit publik. E majta është njësoj kudo, si dhe në Shqipëri. Unë kam 30 vjet që përballem me sulme partijake dhe nuk do t'u dorëzohem kurrë, por të tjerët në sytë e publikut kuptohet nuk duan konflikt vazhdueshëm. Është dobësuese. Presidenti Trump është mjaft i fortë për të vazhduar, por ai është një përjashtim i rrallë. Shumica e politikanëve dorëzohen kur sulmet shtohen. Pra, ja ku jemi. Nuk e dim nëse ka një zgjidhje. Donald Trump çmendet, thuhet në median e majtë amerikane dhe pranon se demokratët kanë të gjatë fitojnë zgjedhjet e mesit mandatit dhe shtëpinë e bardhë. Ai kërkon që republikanët të dorëzohen menjëherë ndaj kërkesave të tij për ta ndaluar këtë. Presidenca e tij duket të dështuar, thotë e majta. Ai thotë, demokratët kanë më shumë më tepër të ngjarë të fitojnë zgjedhjet e mes mandatit dhe zgjedhjet e ardhshme presidenciale, nëse ne nuk ndërpresim filibuster me opsionin bërthamor, sepse do t'jetë e pamundur për republikanët të zbatojnë politikat e shëndosha me këta demokratë çmendur që janë në gjendje të bllokojnë gjithçka duke mbajtur votat e tyre. Kështu shkroi Trump në Truth Social. Për fat të keq për Trump, udhëheqësi i shumicës në Senat, John Thune, ka deklaruar se ai nuk ka asnjë interes për të hequr filibusterin bërthamor. Filibuster është diçka që i jep forcë minorancës në Senat, pra duhen 60 vota për të kaluar, siç është rasti i ligjit shpenzime federale. Dhe filibuster ti mjafton të flasësh dhe nuk përfundon. Por nocioni bërthamor është që ta kalojmë 50+1. Por kjo do t'i hiqte forcën minorancës në Senat dhe është kundra
traditave. Ndaj, republikanët në Senat mund të jenë shumë fikacak për t'ju kundërvënë Trumpit, çdo ditë. Por ata gjithashtu e dinë se ai nuk do të jetë në pushtet për gjithmonë. Nëse heqin filibusterin tani, demokratët do të jenë në gjendje të shfrytëzojnë ndryshimin e rregullave për të kaluar gjithçka në listën tonë të dëshirave. Trump dëshiron të heqë ndalimin e masave në mënyrë që të detyrojë qeverinë që të hapet, sepse qeveria është mbyllur, në vend që të nënshtrohet kërkesës së demokratëve që të zgjasë subvencionet thelbësore të aktit kujdesit shëndetësor të përballueshëm. Si zakonisht, Trump është i fokusuar me lazer në dëmtimin e popullit amerikan. Ai thotë, për 3 vite asgjë do të miratohet dhe republikanët do të fajësohen. Zgjedhjet, përfshirë zgjedhjet e mes mandatit, do të jenë më të drejta brutale. Nëse e ndërpresim ndalimin e masave, ne do të miratojmë çdo gjë. Si asnjë kongres në histori, do të kemi zgjedhje të drejta, të lira dhe të sigurta, shkruan Trump. Ai vazhdon, asnjë burr në sportet e grave ose transgjenor për të gjithë, kufi të fortë, shkurtimet më të taksash dhe energjisë. Do të sigurojmë amendamentin ton të dytë, të cilin demokratët gjithashtu do ta ndërpresin menjëherë, me lëma të mëdha. Ai vazhdon, çështja kryesore është se asnjë nga këto gjëra nuk është në të vërtetë politika e logjikës shëndosh. E Majta thotë që retorika e tij për zgjedhjet është në të vërtetë përpjekja për të justifikuar shtypjen e votuesve dhe synimi i vazhdueshëm i komunitetit transgjenor nuk është gjë tjetër veç se mish i kujt për fanatikët. Kufi të fortë për Trumpin do të thotë vetëm më shumë masa fashiste për goditjet. E Majta. E shikoni çfarë fjalori kanë. Ulja e taksave, thonë ata, do thotë ulja e taksave për super të pasurit dhe shkurtimet e energjisë do të thotë më shumë ndihmë për kompanitë e karburanteve të naftës. Sigurimi i amendamentit 2 do të thotë mos bëjmë asgjë, ndërsa dhuna me armë vazhdon të shkatërrojë shkollat dhe vendet tona të adhurimit, të fesë. Nëse nuk bëjmë ata, kanë më shumë gjasa të marrin në zgjedhjet e ardhshme, thotë Trump. Do të thotë një gjykatë supreme e plot. Do të marrin 2 shtete të tjera shtesë, pra 4 senatorë demokratë të tjerë, DC dhe Puerto Rico, dhe 8 vota elektorale të tjera, vazhdoi Trump, duke paraqitur pa dashje një argument të fortë për të votuar pro. Ai shkruan, mos harroni, republikanë, ata do të japin në fund filibusterit sapo të kenë mundësinë. E dim këtë, sepse e kanë provuar tashmë, dhe të vetmit 2 persona që nuk pranuan tani janë jashtë detyrës, por ata kanë më shumë pak shanse për të fituar nëse kemi politika të shkëlqyere, fitore pas fitore dhe fitore. Në fakt, ata do të humbin shumë dhe për një kohë shumë të gjatë përfundoni filibusterin tani. Përfundoni me njëherë mbylljen qesharaket të qeverisë. Me rëndësishme, miratoni çdo politikë të mrekullueshme republikane që ka ndëruar për vite, por nuk e ka marrë kurrë. Ne do të jemi partia që nuk mund të mundet, partia e mençur. Kjo tregon që ai është i dëshpëruar dhe natyrisht që një goditje mori me Mamdanin në New York. Mamdani është komunist. Fjalimi tim mbas fitores ishte ofendues për këtë qytet të madh që i ka hapur krahët si emigrant. Si gjithë me ne. Del dhe thot me krenari una musliman dhe socialist demokrat, në fakt është komunist me tezat e tij. Fjalët më ulturta, më urryese tha përpara ardhësit e tij dhe për komën, një figurë e të majtës amerikane të qendrës. Trump mbështeti komën, nuk funksionoi. Në New York janë regjistruar votojnë 5 milion votues. Votuan vetëm 2 milion. Heshtja, indiferenca e të bardhëve bëri që në krye të bashkisë të vi dikush që do të shkatërrojë këtë qytet dhe këtë sistem të kapitalizmit. Do të shkatërrojë për 3 muaj apo për 6, askush nuk e di. A do të mundet guvernatorja ta kontrollojë dhe ta shkarkojë Mamdanin nëse kalon në çmenduritë socialiste dhe tezat e tij komuniste? Kjo do të mbes për të parë.
Unë nuk e diskutoj që Trump do të fusë forcat ushtarake për të mbrojtur këtë qytet nga krimi. Është tërhequr Mamdani, indiani nga Uganda, për shkurtimin e departamentit policisë, nuk po e thot më. Ndërkohë që një grek me gjasë Arvanitas, Kasimatis, i cili është rrjetet mëdha supermarketesh ushqimore, thot, ai nuk dua t'ia di fare për këtë komunist të ndyrë që vjen. Nuk mundet të ketë dyqanet bashkisë. Ky vend nuk e njeh se ç'është socializmi dhe komunizmi si e njohim ne. Ajo masë e madhe të rinjsh që votuan për Mamdanin, që sollën këtë monstër në krye të qendrës financiare botërore, janë brez i parsimuar, me trut shplar. Ata që mbështesin Hamasin dhe janë kundër Izraelit. Ata që janë kundër korporatave që prodhojnë, kundër sipërmarrjes lirë, ata që janë kundër besimit krishterë bazë themelues këtij vendi të madh. Mamdani jemi me fakt që nuk ka lindur në Amerikë, sepse me këtë brez të ri, të parsimuar siç duhet, ai mund shkonte drejt shtëpisë varë. Gjykata Supreme po jep shenja se mund të kthejë mbrapsht tarifat e vendosura nga zoti Trump. Do të ishte skandaloze. Natyrisht që Trump ka përfituar nga një ligj i Fordit në vitet 70, në gjendje të jashtëzakonshme presidenti ka drejt ta bëjë. Edhe pse konservatorët kontrollojnë gjykatën supreme, duket sikur do të thonë jo. Por nuk do të të hapur nuk se çfarë do të bëhet me këto miliarda dollarë që janë marrë. Do t'i kthehen importuesve që kanë paguar. Po sigur Trump të bëhet si Roosevelt, të mos pyes vendimin e gjykatës supreme. Me Trump ngjet gjithçka. Në fillim, sot ju thash që Lubia po tallet me Palloshin. Gjoana e qau në Tiranë, milionet ja qanë njerëz të Palloshit këtu. Rama ja lërmuar ka gjasa që në 18 nëntor do të vinë Manhattan, tek hoteli që e presin me bujë, sepse milionat nga Lubia po pastrohen nga njerëzit që Palloshi quante njerëzit e tij, që mund të ketë qenë njerëzit e nanës, por tani dal kërkëshin, që janë njerëzit e Lubis. Lubia është si hena, po e kërcënon, të më fjalën për fjalorin. Enver Hoxha ka pasur drejt kur i ka thënë uti gjyshit asaj që përsëri kur ka i fali për fjalorin. Prit një minutë të dëgjoj një fjalë atij, po e them prostitutës shqip, po e zbus, se po më kërcënon në mesazhe. Nuk ka pasur kur Berisha fjalor tillë me Bashën, edhe pse ishte personi që i futet thikën, personi nga ku nisi në ngrata ndaj sa Berishës. Nuk i tha askur fjalë të ordinere, a kuptoni se kush i qeverisë. Shikoni mesazhet. Si are me sultanësh. Dhe ku ka tym ka zjarë, Dumani, pranoj që edhe ndaj Ramës mund të ketë ndjekje penale. Nëse ka prova, pranoj se janë kërkuar flet porosi për dosjen me Ganigëll. Ju dukeshin sikur po ju gënjeja. 8.000 faqe. Neza bëhet në për Tiranë. I bën presion Ramës, kërkon ta lidh me Metën. Palloshi është në hall të madh. Ndaj kërkon të vijë privat. Kudo në Shqipëri.